Tani njerëzit edhe presin mirë edhe komentet ju ti din se si janë, më kupton. Se ka ca njerëz që se presin mirë në Shqipëri diskutohet që ka mentalitete akoma, po shpresoj që dhe besoj që mas shumë ti fancat e ri, domethënë edhe këto që më ndjekin, ma din tipin, ma din trunin, kështu që e presin diçka të tillë për me, nuk është se presin. Nga ana profesionale kalojmë tani tek personalja. Serena dhe Arioni patën një histori të bukur dashurie, e cila fatkeqësisht mbaroi me ndarje. Bukuroshja Sulaja versionin e saj, madje shfaqet edhe arrogante kur I përmendet ishi dashuri. Nuk është, ne kena më kontakt bashkë, kena shkput marrëdhëniet edhe domethënë thjesht do t'i kisha thënë që është treguar pa fytyrë për mendimin tim. Edhe për mendimin e gjithë shqiptarëve, jo vetëm mendimin tim, se si t'ja bësh një femre, sidomos si unë, se unë kam marrë dhe të intervista jote me te. Edhe ti na ke pa vetë përmtimet e gjitha me radhë, më thënë që s'ka thënë ai këtu. Edhe një person që t'japi gjitha ato përmtime, për mendimin tim edhe në fund t'i hedhin kosh, dhe më thënë që ai tregon fytyrën e vet, nuk është se mu s'm bën asgjë. Unë e kam ndjetë, më thënë jam mërzit, jam stresu, 3 ditë të parë normalisht është shumë, sepse kur mësosh me një person gjatë gjithë kohës, ai diskutohet edhe unë kam pas lidhjen e parë me atë, që jam lidh, që kam qëndruar me një person. Kupton, jo kështu, sa shokë kështu kena pas. Edhe është mungon. Tani nuk ka pse më mungu sepse mos ishte largu, mos sa kishte bërë veprim. Edhe nuk mungon një person që mu më kthe shpinën, mu braktis, për mendimin tim nuk mungon fare, edhe jam shumë e lumtur biles, jam shumë më e lumtur, se jam single edhe më ka liru pak, më ka hap rrugë. Jam më e lirë, sepse më kishte ngurcu, në gjatë gjithë kohës rrite me mu 24 orë edhe nuk u bë shumë xheloze, shumë u bë toksik edhe nuk e durova njëri tjetrin edhe përfundimisht u ndam. Familja ime që në momentin e parë, për Arionin kanë pas përshtypje shumë të mira, kupton? Sa e kanë pa. Edhe më kanë thënë dakord për këtë, sepse më kanë thënë për shembull nuk është dakord, nuk është për ty ky person. Edhe unë pastaj di vetë arri asri. Thjesht ta jep si këshill, se tash i prini normalisht që do më të mirën për fëmijën e vet. Po për mua Arionin kanë qenë dakord, që në ditën e parë. Më thanë ne kena bashkëtuar, nuk të ta kena thënë edhe ty që ne kena bashkëtuar direkt sa i na taku. Po direkt ne kena vënë gjona shumë shpejt, nuk është si kena lënë, hajde takohen ajo, po ta shohim, a bëjmë, as bëjmë bashkë. Unë kam marrë rrobat, kam shku shtëpia vet direkt. Kështu që kena qenë dakord, më thënë. Kurse familja atyre kur jena ndani, se familja ime nuk e ka mendu fare herë ndarjen tonë, sepse unë I kam lënë shumë mirë Arionit edhe me çdo gjë, si me mbështetje, si me lekun, si me çdo gjë, më thënë unë jam I femër që unë bëj shumë për lidhjen. Unë kur lidhem bëj shumë. Nuk jam kështu femër që do të bëj mashkull vetëm për mua, unë bëj edhe femra për mashkull, pse jo. Të dyja palët. Po në rastin tim kam bënë, kështu që Arioni s'ka bëu si gjë. Familja e tij nuk ka qenë shumë, si thënë, brenda lidhjes, si familja ime. Nuk është se kanë pyet shumë, nuk është se kupton, për shembull si familja ime ka qenë më e dhënë, kanë marrë më shumë në ataku, ose kanë qenë më, domethënë, brendësi lidhjes tonë, kurse familja atyre ka qenë jashtë shtetit edhe nuk është se e kanë pas shumë problem, edin, këtë punën e lidhjes. Nuk është se pyetsin, am kupton, edhe kur u ndan ajt se ishte se bot ndaj martesë, thoshin të bot ndaj martesë, kështu siç është për të botë tradicionale, e bot martesën në televizor. Thotë nana vet, më fal, moj nënë e dashur, s'tash I bëj këtu. Tash një vit e sa lidhje në fund thotë, jo po si ishte martesa, jo po ishit për famë, po tash mas një viti I thotë nëna vet se ishte për famë. I thotë mami dim telefon kur u ndam. Më thënë, kuptoj vetë që do më thënë këtë gjadin, është shumë absurde për mendimin tim. Mas një viti e gjysë, thotë mas 2 vjeç thotë është për famë. Po fama do t'ishte që ditë e para kur lidhesh. Bën për famë, bën një live, bën diçka dhe shnet, nuk është se rrin 24 orë me tjetrin, ose me tjetrën. Atëherës nuk quhet më famë. Fama është pjesë, sepse edhe unë nuk e du një person që nuk ka lidhje me stadin tim, ose nuk mune me marrë I qunë thjesht për krahu, se nuk më kupton, nuk I uli, po nuk më kupton. Big Brother, po e ka mendu, se ka mendu, që e ka mendu. Edhe viles edhe në TikTok më del që kishin vu, po t'ishin këto Big Brother, më kishin vu dhe mu. Aty? Edhe do thoshin këtë komentet Serena, do fiton të jam boshit, se s'kishte ka me shku. Edhe do ishte ka la, thoshin, po t'ishte Serena aty.
ose unë jam spontane, unë në Big Brother do isha zjarë fuqish. O, po, e këtë që pa Marionin aty. Imagjinoj tash të shko atje. Përputhen ka diçka që nuk lejon persona publik. Lejon vetëm persona që janë thjesht që t'i bojnë ato publik. Kurse Big Brother ka diçka që t'i futesh sepse dojnë VIP-a. Big Brother kisha po namin me siguri. Do kisha bona i buja aty të pavame me si.